والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij fjalën e bukur të Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, i cili ka thënë: "Men sarrahu an yalqa Allaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i as-salawati haythu yunada bihinna." Kush ka dëshirë, kush ka qef që të takoj Zotin nesër si musliman, le të përkujdeset për këto namazet, domthonë për 5 namazet që të i falë në vendet ku aty thirret ezani, domthonë në xhami. Fa inna Allaha shar'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda. Nga se Zoti ka legjësuar për profetin e tij edhe për muslimanët pas tij rrugët e udhëzimit, sunan al-huda. Wa innahunna min sunan al-huda. Dhe nuk ka dyshim se falja namazeve në për xhami bën pjesë nga këto rrugë të udhëzimit. Walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallifu fi baytihi lataraktum sunnata nabiyikum. E sikur ju të faleshit namazet në xhami, në shtëpitë tuaja, sikur që ndodh ta fal dikush dhe ta lë namazin në xhami, kështu do ta lëshit me një anë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. E nëse e lini sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të devijoni. Wama min rajulin yatatahharu fayuhsinu at-tuhur thumma ya'midu fi masjidin ila masjidin min hadhihi al-masajid illa kataba Allahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasana wa yarfa'uha biha daraja wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Dhe nuk ka dyshim se çdo besimtar i cili merr abdes në shtëpi, pastrohet mirë, merr abdes, të pastaj drejtohet në xhami për xhamive të Zotit, me këtë vepër Zoti i afshin atij në çdo hap që e bën nga një gjuna, ja jep nga një sevap dhe ja ngrit nga një gradë në xhenet. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. E kam përjetuar kohën, ka përqëllim kohën e sahabëve, që nuk ka munguar nga namazi me xhamat përveç se munafikut i cili ka qenë i njohur me nifakën e tij. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. Ndodhte që të vinte ndonjë njeri, i cili ishte i pafuqishëm për shkak smundjes, për shkak të një smundje aktuale, e që vinte në xhami duke u majtur mes dy njerëzve. Duke e kap dy njerëz për krahje, duke e sjell në xhami derisa qëndronte në saf, duke u majtur mes dy njerëzve. Kjo është fjala e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, e cila e tregon një çështje madhështore për cilën muslimanët duhet me qenë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm vazhdimisht. E që është namazi me xhamat në xhami. Për arsye se xhamit që i kanë ndërtuar muslimanët që janë shenja të Zotit në tokë, nuk kanë kuptim nëse nuk ka xhamat në to. Nëse nuk falet namazi me xhamat në to. Kësaj arsyeja e ndërtimit të xhamive, arsyeja e gjallërimit të xhamive ose forma e gjallërimit të xhamive është xhamati i xhamisë. Ata janë ata që gjallërojnë xhamin, ata janë ata që e mbajnë xhamin dhe ata janë ata që e sigurojnë për me vazhdu kjo shenjë e Zotit në tokë. Për këtë arsye thot Abdullah ibn Mesudi, kush dëshiron që të takoj Allahun nesër si musliman, let kujdeset për të i falë këto 5 kohë namaz në vendet ku thirret ezani, do në xhamit. A do më thonë që ai që nuk kujdeset mi falë 5 kohë namaz në xhami, nuk është musliman? Jo.
Jo, nuk e ka këtë qëllim. Por qëllimin e ka se ai që dëshiron me dalë ditën e gjykimit para Allahut si musliman me besim të plot, kush e lyp qëta, kush e kërkon qëta, atëherë mos shkoj shumë larg. Rruga shumë e qartë dhe shumë e lehtë. Vetëm se ti përmbahet namazit me xhamat në xhami. Ai që i përmbahet namazit me xhamat në xhami, ai e ka një shej edhe një lloj sigurie, një lloj garancie që në ditën e gjykimit para Zotit ka me dalë me iman, si musliman me iman të plot. Për çfarë arsye thotë Abdullah ibn Mesudi, nga se Allahu ka ligjësuar për pejgamberin sa sunnën al-huda. Zoti ka sjell pejgamberin sa me ardhen e pejgamberit ka sjell disa rituale, disa forma të adhurimit që quhen sunetet e udhëzimit. Çfarë janë këto sunetet e udhëzimit? Nuk janë sunete thjesht sunete. Nuk ka sikur suneti namazit i natës, sikur suneti për shembull kur e fal namazin sunet mas farzit, ose sikur suneti i ndaj veprave nafile që e bën gjatë ditës dhe gjatë natës. Jo, nuk ka kështu. Ka disa sunete, veprime të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që janë sunete të udhëzimit. Çfarë do të thonë? Do të thonë janë rruga me cilën është definu udhëzimi i pejgamberit alayhis salam. Do të thonë nuk i kalon kurrë. I ka vepruar vazhdimisht. Madje që dini për namazin me xhamat pejgamberi sa edhe në momentet e fundit para se me vdek i ka disa herë të fikt, është pastru, është begati, prap ka dish me dal. Do të thonë situatë tepër e rëndë, tepër e trishtueshme, do të thonë deri në çat gjendje që pejgamberi sa s'ka pas çfarë me lën namazin me xhamat. Ose pezëm shembull me thonë dikush që çore ka një mendim të dietar që kurbani pezëm shembull është sunet, edhe nuk ka problem edhe mos me prej kurban, edhe pse i ka kushtet. Ky është sunet, po është sunet i udhëzimit. Sunet që dallohen muslimanët me këtë vepër. Për tjerëve, sunet që pejgamberi sa i është për kujdes me praktiku mos me lën. Po këtë arsye suneti i udhëzimit është ai sunet të cilën pejgamberi sa e ka vepruar në vazhdimsi. Dhe është dallu me veprimin e saj, e tij. E namazi me xhamat është njëri prej çetëve suneteve të udhëzimit që në mënyrë të vazhdueshme pejgamberi sa e ka praktikuar mesin në jetën e tij dhe shokët e tij pas tij që kanë ardhur kanë vazhduar njëjtën rrugë. Por këtë arsye që thotë Abdullah ibn Mesudi, namazi me xhamat pra është sunet të udhëzimit, e nëse ju falni në shtëpitë juaja, siç ka mundësi dikush të lënë namazin në xhami dhe të falet në shtëpinë e tij, në këtë formë ju e keni lënë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E keni lënë që të rrugën e trasuar që e ka pas pejgamberi sa në jetën e tij. A ka mundësi hin gjuna pse se ke falën namazin me xhamat në xhami? A ka mundësi hin gjuna? Nëse e ki larg, ka mundësi nuk hin gjuna. Nuk hin gjuna në aspektin e dispozitës. Nuk hin gjuna që s'ke shku në xhami me fal. Pra sy se nuk obligohesh për mi u përgjigje zonit se je larg. Mirë po hin gjuna me një aspekt tjetër. Jo në aspektin e namazit, që se ke fal me xhamat, po me një aspekt tjetër. Cili është ai aspekt? Hin gjuna që nuk i ke përfill një shej për shejave të qarta të sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjatë gjithë jetës tij. Që për shembull, përveç xhumos nuk shon xhami kurr. Çka mundesh me kallëzu me këtë veprem? A mundesh me thonë që unë jam në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? S'mundesh me thonë. Veç me këtë veprem, hiç pa shku diçka tjetër. Për arsye se sunetet e udhëzimit, çdo shka janë të qarta, të hapura që i ka bëu pejgamberi vazhdimisht, një nëse e lën dikush vazhdimisht pa e bëu hiç, aludon që nuk e ka përfill sunetin e pejgamberit alayhis salam. Kurse sunetet që janë disa që bëhen ose nuk bëhen, disa që janë personale që shkallëzohen, për shembull namazi i natës, edhe disa veprime ndryshme që i bëjmë në namazi duhas, për shembull, ato janë personale. Mund i bën njëri, mund mos i bën. I ban ka mundsi nuk e din kërkosh që i ka bëu. Si ban, prapë nuk e din kërkosh. As mbetet mes tij dhe Zotit. Kurse suneti i qartë, udhëzues, praktikues, praktik në jetën e pejgamberit sa, kjo është temë tjetër. Për këtë arsye, nëse e kshin në dispozita shumë për muslimanëve zvitur, nëse e kshin në aspektin e dispozitës,
Shumë prej muslimanëve të nuk i kanë obligim me fal namazin me xhamat në xhami. Pse? Se janë larg, edhe me thirrë zonin nuk nihet ezani. Domthonjë janë 3, 4, 5 kilometra, 4, 6 ka dhe më larg, ose shumica e muslimanëve nuk e kanë obligim në atë kontekstin e dispozitës fetare. Amo nëse e këshyr në praktikimin e sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në çat prizmën suneti i udhëzimit, atëherë nëse të hupët namazi me xhamat, edhe nuk bën pjesë në jetën tënde, e ke lënën sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ku dush më kon të jetu? Ku dush më kon të jetu? E ke lënë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj çka do të bëjmë Mesudi? Walau taraktum sunnata nabiyikum ladalaltum. E nëse lini sunetin e pejgamberit tuaj, keni me deviju. Çish keni me deviju? Ka thonë dietarët, keni me deviju, siç e përmend Tibi dhe disa tjerë, keni me deviju duke u bë sebeb lërja e këtij suneti të qartë, hapur, që të i neglizhoni edhe sunetet tjera. Për arsye se keni lënë një vepër që ka qenë e dukshme në mesin e muslimanëve. Mesin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domethënë nuk është diskutuar kjo temë. Të ti nuk ta prish hiç atëfar të rëqillakën që të na. S'pengon hiç. Edhe nuk ban kur një farë përshtypje. Atëherë mas qësojna, ka mundësi me rrjedh edhe tema tjera që edhe ata nuk ta prishin qefen, ata tjera nuk ta prishin qefen, edhe derisa të vinë deri te devijimi i qartë. Pastaj që thotë Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Pastaj ka dhënë hadithin që faktikisht e përsërit një fjali që është pjesë e hadithit na kena shpjeguar, kena përmendur edhe javën e kaluar, që ai që shkon në namazin me xhamat i ka 3 sevape dhe këto jo përmend, ose 3 vlera, këto jo përmend këtë hadith. Është edhe fjala e Abdullah ibn Mesudit që ka përsërit, por është në realitet edhe e saktë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se ai do të nderohet duke për çdo hap që e bën duke ju fshini xhena, duke ju dhënë sevap edhe duke ju ngrit grada në xhenet. Pastaj çka thot Abdullah ibn Mesudi, wala qad ra'aytuna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Thot unë e kum përjetu kohën, kum jetu në kohën e sahabëve. Ky bie foltash tabiinëve, njerëzve që kanë marrë mas sahabëve, gjeneratës tjetër. Thot unë e kum jetu me një kohë që ai që e kalon namazin e me xhamat, xhami ai qon munafik. Ata që ka kalon ai kanë ditë që janë munafika. Për ndryshe kjo s'është diskutuar mesin e shokëve pejgamberit, përveç ndaj kush që ka pas arsye. Ka disa transmetime që thot Abdullah ibn Mesudi, përveç ndaj kush që ka pas arsye. Ka se për arsye ajo dihet, është e njohur. Smuja, largësia, e madhe që s'ka mujt me mri në xhami, ose domethënë në rast i caktuar në angazhim i jashtë mundësisë e kështu me radhë. Kurse munafikat nuk e kanë pas çat zell, për shkak nifakit që e kanë pas në zemër, nuk e kanë pas çat zell edhe çat dashuri për marrën në xhami, por aty se kanë shpresuar ata shpërblimin në sens. Atëherë pse marrën në xhami? Kështu që kanë munguar shpesh dhe sahabët janë munduar mi njoh munafikat edhe përmes kësaj peshoje. Apo vjen që kënë xhami shpesh, apo vjen namaz me xhamat shpesh, po vjen në rregull. Atëherë i paska punë mirë. Po vjen valla shpesh, po mungon ju në tut kanë thonë nashti. Edhe ju tut edhe për veti, nëse e kanë po veten që spirrin gati në çet aspekt, ju tut kanë thonë mos na ka prek diçka pe një fakt. Që nuk do të thonë ndoshta vllazni se ai që nuk i fal namazin me xhamat është munafik. Po kjo e tregon që kjo vepër ka mundësi me të çu deri te nifaki. Cili nifak? Jo nifaki i madh. Jo nifaki i madh që nxjerr për Islamit, po nifaki i vogël që ka mundësi me na prek neve në shumë fusha dhe në shumë mundësi. Pastaj tregon një gjendje hala më interesant, përveç këta që e tha për krahasimin mes sahabëve dhe munafikave në përkushtimin e namazit me xhamat. Thot ka ndodhur që një njeri ka qenë i smut, në disa transmetime thot ka qenë i smut. Thot nuk ka mujt me orën xhami ndryshe vetë se tu umajt me 2 njerëz. Besh paramenon e tash pozitën, pamjen. Tu umajt 2 njerëz, ka mujt me hez vet, se urxu. Edhe i ka thirrë njerëzit me kapën, njërin ato, njërin këton se edhe njerëz ka bë punë.
edhe ka hinë saf, është në lidh, është bë bashkë me ta, që mos me rapi safit të umajt atë dy. A më thot edhe qitë gjendje u konë, thot desa ka hinë saf, thot edhe kështu kun pa, mesin e shokut pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot deri në këtë gjendje kanë pas smujën që nuk ka mujtu një njeri mi majtën dhe mi qunë xhami. Dy u kanë deshtë. Kanë deshtë dy, njonin kratjat, njonin kratshmaj, desa kanë mujtë edhe kanë shtinë saf edhe kanë majtë qashtu, desa është falë namazit dhe se ka marrë menja me lonë namazit. Këtë asyre transmetua dhe prej disa djetarëve ma vonë, për djetarëve të hershëm, domethënë muslimanëve të hershëm, përmend Imam Dhahabiu për njërin prej tyre që ka qenë kështu i smut e ka pas një smuj domethënë kronike, që ju ka lajmëruar kohë pas kohe, dhe ku ju ka lajmëruar ka pasur vështirësi të mëdha me hec, me lëviz. Edhe çashtu ka shkuar në xhami. Derisa një herë për herave i ka thonë dikush për xhamis që jetu e munu vetën shumë se Allahu e ka arsyetu atë që është i smut. Thot nëse nuk më shefni në xhami me xhamat, dijeni që doni me ardhmë me ma fal xhenazën në Varreza se sa të jam gjallë nuk ka mos i ndryshe. Të bënë edhe në qatë smuj. Edhe në qatë smuj. Po këtë asyri ka qenë tradit interesante të muslimanë që në kënë përkushtum, që neve s'na shkon menja se na mungojmë komas do bëhon shpesh na bjeve mungu, edhe kur s'kena punë, se kur kena punë pedim që është sistemi këtë në Zvicër, po ka qenë tradit që nëse dikujt i ka ik namazin me xhamat, ato shokët e vet që e në kona afër ti e kanë ngushëllu. Ka thonë mos e mërzit, inshallah Allah i ta kompenzon, inshallah Zoti ta mëson me bën e vepër tjetër të mirë, ka derë konë qështu, mos e mërzit, kalon inshallah nuk ndodh më, e kështu me rrëtë. Këta të regon Hatim el-Asam, që ka jetu në gjeneratën e tretë muslimanëve. Thot veç njoni, thot bile e habitet, thot, u mikin e thot namazi i jacis, thot, veç njoni pe i shokve, thot, ngushtloj, thot, tjertë ju. Thot, me bu me pas hup, thot, në i pare, thot, në trekti, thot, kishin arë 10.000 vetë me ngushtlu. Ha, se s'ka problem, se i kthem pare të apete, zotit a letësofte, kështu me radhë. Kuse, u mikin namazi me xhamat, thot, veç njoni, thot, subhanallah, thot, vend, thot, me ngushtlu shumë njerëz. Kështu ka, kësi të regjime ka të muslimanët, alhamdulillah, hala edhe në këtë kohë. Unë më kujtohet një rast gjatë disa të regjimeve interesanta që i tregojnë për djetarin e njohur të në Arabinë Saudite në Riyadh, Sheikh Abdurrahman el-Barrak. Allahu e rujt, është një pediatare më të mëdhaj të Arabinë Saudite, po është pak i njohur mesin e njerëzve. Thot një nxënës i tina, Sheikhu është i verbër, domethënë nuk sheh. Thot një nxënës i tina, thot një ditë për ditëve, thot u nisëm për në xhami, thot pato me shku me një vend diçka një punë, një dersa nuk e di çka. Pastaj u kthym për monal diku me një xhami dhe ecëm rrugës derisa u the rezoni, tha dhe shehu vazhdimisht u bëj ke presion që ndalo se po na ik namazi, tha dhe u bllokum kolon. Tha dhe kur henëm edhe ka qenë namazi i kindis. Kur henëm thot, mas e henëm thot i kallëzova, thot sheh, po më vje keq, po këta e pas kanë fal, të dal njerëzit. Tha shehi ja nisi me kajt. Tha kjo është musibet, fatkeqësi. Me na ik namazi me xhamat. Në realitet, që të tregova në fillim për përsëritje edhe një herë edhe për përbylli, realitet xhamia edhe namazi me xhamat është një prej shejave të njohura të muslimanët. Se na si krishterët, as nuk kena si jahudit me pas një herë një javë xhamin. Na kena çdo ditë. Andaj unë nuk e lypi as për vete se s'moj me mëri, po as për juve, atë që e thash deri tash, që kjo superiore, këto janë vetëm me të nxit, këto janë vetëm citate me nxit, se na nuk e kena qatë situatë. Ti kur jem punë, s'më me shku me fal namazin me xhamat në xhami. Po ajo që unë kisha kërku për muslimanëve përgjithësi, në për Evropë ku janë, që të mundohen çdo ditë, s'pakun një namaz mundohen ta falin në xhami. Çdo ditë. Një namaz s'pakun mundohen ta falin në xhami dhe të jem pjesë e xhamatit muslimanëve qoftë me 24 orëve një herë. S'pakun me 24 orëve nëse ka mundësi më shumë është më mirë, por nëse s'ka mundësi s'pakun le ta bëjnë një lloj bilanci që s'pakun një herë në ditje me qenë xhami edhe me fal një namaz me musliman.
nga se kjo është prej udhëzimit të qartë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe gjithë muslimanëve që kanë ecë rrugës së tij. Allahu dhe mos miri, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad.